Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor vije tre një rritje lehtë e dollarit amerikan në raport me lekun, por në anën tjetër, moneda europiane vjen të prek sërish nivele të ulta rekord në tregun e brendshëm, sepse kundërta ndodh në tregje ndërkombëtare. Euro vjen të qëndrojë në nivelin më të lartë në thuajse 4 vite e gjysmë përballë dollarit amerikan, por në tregun e brendshëm, euro ka prekur një nivel të ri rekord për balë monedës sonë dhe këmbehet si pas dhënave të Bankës së Shqipërisë me 96.21 lek mesatarisht në rënje edhe me 0.04%. Ndërkohë dollari ka fituar 0.14% të vlerës, mesatarisht dollari këmbehet me 81.32 lek. Në ecurinë e frangës zvicerane, kjo monedë ka rënë me 0.12% të vlerës, kuotohet në 105.64 lek. Paundi britanik është rritur me 0.02%, kuotohet në 110.77 lek. Dollari kanades ka humbur 0.11% të vlerës, përballë monedës sonë këmbet me 59.74 lek. Dollari australian realizon humbjet më të mëdha në rënje me 0.39% të vlerës, këmbet me 57.47 lek. Jeni japoneze është në rënje me 0.1% të vlerës, këmbet me 0.53 lek mesatarisht. Në ecurinë e lirës turke, kjo monedë ka fituar 0.01%, këmbet me 1.86 lek dhe juani kinez është në rritje po me 0.01% dhe këmbet me 11.77 lek në mëngjesin e sotëm sipas dhënave të publikuara nga Banka Qendrore. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjetre përgjithsisht një tendencë në rritje e tregut të aksioneve, ndërsa një qëndrueshmëri në tregun e monedhave. Investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet gjeopolitike, sidomos tek konferenca e sigurisë e cila mbahet në Myni. Më herët gjatë fundjavës ishte sekretari amerikan i shtetit zoti Rubio, i cili ka deklaruar se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Europës do të vjojnë të jenë të mira. Europa sipas tij është aleati kryesor i Shteteve të Bashkuara, por megjithatë në anën tjetër ishte kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili theksoi një ndarje tepër të thellë transatlantike prames Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke paralajmëruar njëkohësisht sepse ai rregull i vendosur që pas luftës së dytë botërore nuk ekziston më. Gjithsesi, kancelari gjerman Merz ka bërë thirrje për një bashkëpunim më thellë, por njëkohësisht për fuqizimin ushtarak dhe ekonomik të Europës. Aktualisht vjet re ndryshim minimal në këmbimin e euros me dollarin. Moneda europiane ka fituar është në rënje me vetëm 0.01%, këmbehet me 1.1866 dollar. Paundi britanik është rritur me 0.02%, këmbehet me 1.3651 dollar amerikan. Përballë frangës, dollari ka fituar 0.1% të vlerës, kuotohet në 0.7682 franga. Dollari australian është në rritje me 0.2%, kuotohet në 0.7087 dollar amerikan. Ndërkohë, dollari kanadez është në rritje me 0.03%, këmbehet me 0.7326 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është në rritje me 0.47% të vlerës dhe kuotohet në 153.4 yen mesatarisht. Ndërkohë në ecurinë e tregut të kriptomonedhave, stabiliteti që ishte i pranishëm në sesionet e fundit javës kaluar, gjithashtu edhe për gjatë fundjavës vijon edhe në sesionin e sotëm. Bitcoin ka rënë lehtë me 0.28%, kuotohet në 68.679.22 dollar. Ethereum në rritje me 0.87% të vlerës, po tenton Ethereum nivelin e 2.000 dollarëve që cilësohet si nivel teknik, kuotohet në 1.975.37 dollar në rritje me 0.87%. Ndërkohë Ripple ka rënë me 0.41%, kuotohet në 1.4656 dollar. Litecoin është në rënje me 0.85% të vlerës, kuotohet në 54.28 dollar dhe Bitcoin Cash është rritur me 0.52% dhe kuotohet në 558 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së çmimeve të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje të lehtë në sesionin e sotëm, ndërkohë ditën e premte të javës kaluar gjithashtu patën një qëndrueshmëri dhe njëkohësisht publikuan humbje javore në nivelin e
në sesionin e ditës së ende të javës kaluar, ndërsa humbjet javore ishin 0,6% për naftën Brent dhe 1,2% për naftën bruto amerikane. Në ditën e premte të javës kaluar u publikuan disa dhëna ekonomike që treguan se çmimet konsumatore u rritën me një hap më ngadalt krahasuar me pritshmëritë e tregjeve. Të presin tabelën për të parë ecurinë e çmimeve të naftës në sesionin e sotëm. Brendi Londrës ka rënë me 0,15% dhe kuotohet në 67,65 dollar për fuqi. Nafta bruto amerikane është në rënje të lehtë me 0,16%, vlerës kuotohet në 62,79 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës realizon humbjet më të mëdha me 0,65% të vlerës dhe kuotohet në 668,13 dollar për ton. Ndërkohë, në tregun e metaleve të çmuara, ari po qëndron në rënje në sesionin e sotëm pas fitimeve me rreth 2% që realizoi ditën e premte të javës së kaluar. Inflacioni mi dobët krahasuar me pritshmëritë e analistëve riktheu shpresat se Rezerva Federale mund ta ulë më agresivisht normën e interesit për gjatë këtij viti, duke larguar në një farë mënyre edhe shqetësimet në lidhje me tregun e punës, sepse po javën e kaluar ekonomia amerikane krijoi më shumë vende pune krahasuar me pritshmëritë dhe norma totale papunësisë në nivelin e 4,2%. Indeksi i çmimeve konsumatore u rrit me 0,2% në janar, poshtë pritshmërive të tregjeve për një rritje me 0,3%, ndërsa me bazë vjetore inflacioni ose rritja e inflacionit u ngadalësua në nivelin e 2,3%. Aktualisht ari pas fitimeve me 2% ditën e premte është në rënje me 0,46%, kuotohet në 5.023,2 dollar për oncë. Argjendi ka humbur 1,8% të vlerës, kuotohet në 76,56 dollar, ndërsa platini është në rënje me 1,37% të vlerës dhe kuotohet në 2048,6 dollar për oncë. Në ecurinë e tregut aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po tentojnë një rimëkëmbje në sesionin e parë të javës dhe fokusi vijon të jetë tek konferenca e sigurisë në Myni dhe në një farë mënyre investitorët i kanë mirëpritur komentet e bëra nga udhëheqësit më të lartë të shteteve si nga Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit, ashtu edhe nga kancelari gjerman Friedrich Merz dhe nga zyrtarët e tjerë të cilët e vendosën theksin tek bashkëpunimi mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara, por njëkohësisht u nxorën në pa edhe krisjet e deritanishme. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0,16 dhe 0,35%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi zyrtarit CMI janë gjithashtu në rritje me 0,17 dhe 0,12%, FTSE MIB i Milanos ka fituar 0,35% të vlerës, duke realizuar fitimet më të mëdha. Ndërkohë në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për ditën e premte të javës kaluar, ndryshimi ka qenë i vogël, përgjithsisht ka mbizotëruar optimizmi mes investitorëve, pikërisht për shkak disa dhënave të publikuara në SBA. Dow Jones dhe Nasdaq janë rritur lehtë me 0,1 dhe 0,05%, Standard & Poor's 500 ka humbur 0,22% të vlerës. Inflacioni në Shtetet e Bashkuara gjatë muajit janar rezultoi në rritje me 2,3%, një shifër shumë e ulët krahasuar me pritshmëritë e tregjeve, por krahasuar edhe me dhjetorin e 2025-s. Do të kalojmë të shohim edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani. Heidelberg Materials ka fituar 0,72% të vlerës. Zalando dhe Commerzbank janë rritur me 1,51 dhe 1,65%, ndërkohë MTU dhe Sartorius kanë humbur 0,89 dhe 0,17% të vlerës. Në anën tjetër, në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, RWE, Brenntag dhe Bayer AG kanë humbur 0,78, 0,65 dhe 0,07% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë moment.